Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka shpërndarë me ndjekësit një video të jetë të ëmbël të vajzës së saj të vogël, Luna Mari, që ka pushtuar rrjetet sociale me pafajësinë dhe reagimin e saj të ëmbël. Në videon që po qarkullon, Luna shfaqet e ulur qetësisht duke parë kukulla në telefon, e përfshirë në botën e saj të vogël e plot ngjyra, derisa papritur në ekran shfaqet një mace. Pikërisht në atë moment, vogëlushja reagon në mënyrën më të natyrshme dhe më të adhurueshme, duke thënë me zërin e saj të ëmbël mau, sikur t'i fliste vetë maces. Ky detaj i vogël, por aq i sinqert, e bën videon të mbushur me emocione dhe e kthen në një nga momentet më të bukura që Kiara ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj. Zëri i Lunas, i butë dhe i mbushur me kureshtje, ka prekur zemrat e fansave që e kanë mbushur postimin me komente dashurie, duke e quajtur engjëlli më i ëmbël në Instagram. Në pak sekonda videoja arrin të përcjell ngrohtësi, gëzim dhe një ndjenjë të pastër fëmijërie, duke treguar se sa e ndjeshme dhe e dashur po rritet Luna nën kujdesin e dy prindërve të saj. Luis Eli dhe Kiara Tito, të cilët janë kthyer në një nga çiftet më të dashura të publikut shqiptar, shpesh ndajnë momente të tilla të thjeshta, por plot kuptim nga jeta e tyre familjare, duke treguar se dashuria e tyre për vajzën është mbi gjithçka. Videoja e Lunas është një dëshmi e vogël se si një fëmijë mund të sjellë dritë dhe gëzim me një veprim të thjeshtë, dhe fansat janë të një mendjeje se ajo po bëhet çdo ditë më karizmatike dhe plot jetë. Me flokët e buta, sytë që shkëlqejnë dhe atë mënyrën e saj të ëmbël për të imituar maces, Luna Mari ka treguar se edhe pse ende shumë e vogël, di të përcjell emocione të forta dhe të rrëmbejë zemrat e publikut. Kjo video e fundit është ndoshta një nga momentet më të ndjera të ndarë nga Kiara, një kujtim i thjeshtë por i vlefshëm që tregon magjinë e fëmijërisë dhe dashurinë e pafundme të një nëne për vajzën e saj. Ky moment i vogël, por plot dashuri, ka bërë që ndjekësit të shpërthejnë në komente, duke i uruar vogëlushes jetë të gjatë, lumturi dhe plot buzëqeshje. Shumë prej tyre kanë theksuar se Luna është një bekim për Kiarën dhe Luizin, duke sjellë në familjen e tyre dritë, gëzim dhe energji pozitive që ndjehet edhe përmes ekranit.